Edhe kjo është shumë publike, ma shë jo. Bravo, shumë e tjetë. Pas javësh debatesh, protestash dhe kërkesash të vazhdueshme nga qytetarët, ambientalistët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, zona e hidrovorit të Akërnisë është rikthyer e aksesueshme për publikun. Gardhet me gjemba, portat e hekurta si dhe rrethimi që kishte shkaktuar reagime të forta në opinionin publik nuk janë më të pranishme në territor, duke I hapur sërish rrugën qytetarëve drejt Bregdetit. Gati një muaj më parë, më 16 maj, ambientalist, aktivist dhe banor të zonës organizuan një protestë në Akërni për të kundërshtuar rrethimin e një pjese të territorit pranë hidrovorit. Sipas tyre, bëhej fjalë për një hapësirë me rëndësi natyrore, e konsideruar zonë e mbrojtur dhe pronë publike, ku lëvizja e lirë e qytetarëve nuk duhej të kufizohej. Në atë protest, u ngritën një sër pyetjesh drejtuar institucioneve përgjegjëse. Protestuesit kërkuan transparencë mbi projektin që po zbatohej në zonë, dokumentacionin përkatës si dhe sqarime ku ishte subjekti I cili kishte ndërmarrë punimet. Një ndër shqetësimet kryesore lidhe me mungesën e informacionit zyrtar për natyrën e ndërhyrjes, si dhe ndikimin e saj në mjedis. Përfaqësuesit e shoqërisë civile deklarojnë se qytetarët nuk mund të përjashtoheshin nga përdorimi I një hapësire publike dhe se aksesi drejt detit duhet të mbetej I garantuar për të gjithë. Pikërisht kjo ishte edhe kërkesa më e fortë e protestuesve, hapja e portës dhe lejimi I kalimit të lirë drejt vijës bregdetare. Këtë të njëjtë situata në teren paraqitej krejtësisht ndryshe. Në zonën e hidrovorit dhe përgjatë hapësirës bregdetare nuk ishte më gardhe, tela me gjemba apo barriera fizike, të cilat pengonin lëvizjen e qytetarëve. Zona rezultonte e hapur dhe e aksesueshme për çdo që dëshironte të frekuentonte Bregdetin. Pas protestave dhe polemikave në lidhje me plazhin e Akërnisë, tashmë situata këtu paraqitet e qetë dhe gardi është hequr, por gjithashtu asnjë makineri e tonazhit të rënd nuk është në zonë për të punuar. Gjithçka është larguar dhe territori këtu është kthyer normalitetit. Megjithatë, edhe pse gardi nuk ekziston më, gjurmët e ndërhyrjeve të kryera në territor mbeten ende të dukshme. Në zonë vërehen sipërfaqe të punuara toke, ndërhyrje në teren, si dhe pjesë të betonizuara që më parë shërbenin si bazë për murin apo strukturat rrethuese. Këtë të njëjtë hyrja drejt detit ishte e lirë. Akërnia konsiderohet një nga zonat me potencial të lartë natyror dhe turistik në territorin e Vlorës. Plazhi I saj I vigjër, hapësirat e gjera ranore, si dhe afërsia me ekosistemet e mbrojtura e kanë bërë prej vitesh një destinacion të frekuentuar nga banorët vendas dhe të huaj, të cilët kërkojnë qetësi larg zonave të mbipopulluara turistike. Për momentin, qytetarët kanë rifituar mundësinë për të hyrë lirisht në Bregdet. Megjithatë, debati mbi të ardhmen e kësaj zone, si dhe mbrojtjen e saj, nga ndërhyrjet të cilat mund të cënojnë karakterin natyror të territorit, mbetet ende I hapur. Banorët dhe aktivistët shprehen se do të vijojnë ta monitorojnë situatën, duke kërkuar që çdo zhvillim I ardhshëm të jetë transparent, në përputhje me ligjin dhe interesin e komunitetit.